Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë leftuar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e Meshës së Shenjtë së dielës së 5 të Pashkëve, cikli A. Leximin e parë lexon Ardita Tafallari, Psalmin Jehona Gjergjaj. Leximin e dytë Arbresha Gjokaj. Ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit Dom Frok Zefi. Hiri i Zotit qoftë me ju të gjithë. Lexim prej veprave të apostujve. Në atë kohë, me të rritur të numrit të nxënësve, filluan ankesat e hebrejve që flisnin greqisht kundër hebrejve vendas, pse në shërbimin e përditshëm po i lënin pas dore vejushat e tyre. Atëherë të 12-tët bashkuan në një mbledhje të përgjithshme nxënësit e u thanë: nuk është e drejtë ta lëm predikimin e fjalës së hyjit për të shërbyer në tryezë. Gjeni pra o vëllezër ndër ju 7 vetë në zë të mirë, plot me shpirt shenjtë e me urti, të cilët do t'i caktojmë për këtë detyrë, kurse ne do t'i kushtojmë krejtësisht uratës dhe shërbesës së fjalës. Propozimi i pëlqeu krejt mbledhjes së nxënësve. Ata atëherë zgjodhen Shtjefnin, njeri plot fe e shpirt shenjtë, pastaj Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikollën, proselit prej Antiokisë. Këta i vun para apostujve. Apostujt pas u lutën vun duart mbi ta. Fjala e hyjit vazhdonte të përhapej. Shtohej shumë numri nxënësve në Jerusalem dhe shumë priftrinj e pranonin fen. Fjala e Zotit. Ktheu drejt nesh, o Zot, sepse në ty shpresoj. Kaldoni o të drejtë në Zotin, e të drejtëve u ka hija lavdërimi. Lavdërojeni Zotin me kitar, bini gëzoshëm lirës me 10 korda. Ktheu drejt nesh, o Zot, sepse në ty shpresoj. Sepse e drejtë është fjala e Zotit, e të gjitha veprat e tija me besë. E do drejtësinë e gjyqin, plot është toka me mirësinë e Zotit. Ktheu drejt nesh, o Zot, sepse në ty shpresoj. Që sytë e Zotit janë mbi ata që e druajnë, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij, për të shpëtuar nga vdekja e për të ushqyer në kohën e urisë. Ktheu drejt nesh, o Zot, sepse në ty shpresoj. Lexim prej letrës së parë të Shën Pjetrit Apostull. Fort të dashur, afrohuni Krishtit, gurit të gjallë, një mend të përbuzur prej njerëzve, por të zgjedhur dhe të çmueshëm para hyjit, që edhe ju, si gur të gjallë, të ndërtoheni shtëpi shpirtërore, për të qenë me shtari e shenjtë, për të kushtuar fli shpirtërore, që i pëlqejnë hyjit në për Jezu Krishtin. Këndej thuhet në shkrimin shenjtë: ja, po vë në Sion një gur këndi të zgjedhur, të çmueshëm. Kush beson në të, jo, nuk do të mbetet i turpruar. Për ju pra që besoni, nder, kurse për ata që nuk besojnë, gur që përbuzën ndërtuesit u bë gur i këndit. E gur në të cilin zihet në thua, buz shkëmbi nga thyhet qafa. Ata zunë në thua sepse nuk e dëgjojnë predikimin e ungjillit, për çka edhe janë të caktuar. Por se ju jeni fis i zgjedhur, me shtari mbretërore, kombi shenjtë, popull që hyj e fitoj për vete, për t'i shpallur veprat e madhërueshme të atij që ju thiri nga errësira në dritën e vet të mrekullueshme. Fjala e Zotit. Aleluja. Unë jam hardhia e vërteta dhe jeta, thot Zoti, askush nuk shkon te kati pos nëpër mua. Aleluja.
Zoti qoftë me ju. Lexim i Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi tha: Mos ju shqetësohet zemra, besoni në Hyun, edhe në mua besoni. Në shtëpinatit tim ka shumë banesa, po të mos kishte, atë ju thoja, po shkoj t'ju bëj gati vendin. Kur të shkoj t'ju pregatis vendin, do të vi prap e do t'ju marrëm tek unë, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Ku shkojon, ju e dini rrugën. Zotri, i tha Toma, ne s'dim kah po shkon, si pra mund t'a dim udhën? Jezusi ju përgjigji: Unë jam udha e vërteta dhe jeta, askush nuk shkon tek Ati pos në për mua. Nëse me njoht mua, do t'a njihni edhe Atin tim. Qysh tani njihni dhe e keni parë? Filipi i tha: Zotri na defto Atin e na mjafton. O Filipi, tha Jezusi, ka shumë kohë jam me ju e nuk me njohke ende. Kush më ka parë mua e ka parë edhe Atin. Si thua pra, na defto Atin? Po a nuk beson se unë jam në Atin e Ati është në mua? Fjalë që ju them, nuk ju them për vetvetes. Ai, Ati që banon në mua i kryen veprat e veta. Më besoni mua. Unë jam në Atin dhe Ati është në mua. Përndryshe besoni për shkak të vetë veprave. Për një mend, po ju them, kush beson në mua, vepra që i bojon edhe ai do t'i bëj. Manje do të bëj edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati. Fjala e Zotit. Të dashur vllazën dhe motra, sot Jezusi na flet për një mister të thellë, për një thirrje që u përket thellësive të shpirtit. Ai na zbulon zemrën e Atit, si dhe vendin ku sicili prej nesh ka vendin e vet. Një vend të shenjtë, të përjetshëm e të mbushur me dashuri. Në shtëpinë Atit tim ka shumë banesa, thot ai. Kur e lexojmë këtë si fjali të thjesht, mund të na duket si një premtim i largët, por për besimtarët e zemrës së ndershme, kjo është e vërteta më e madhe. Ka vend për secili prej nesh në zemrën e Hyut. Nuk ka asgjë më të bukur se sa ta dim se nuk jemi vetëm, se ka një vend ku jemi të dashur, të pranuar dhe të mirëpritur. Në Ungjillin e sotëm, Jezusi u tha apostujve se ai po shkon në shtëpinë e Atit, që të përgatiste vendin nxënësve të vet, e pastaj do të vinte prapë që të merrte të vetja. Ndërkohë i porositi: besoni në Hyun, edhe në mua besoni. Ku shkojon, ju e dini rrugën. Çka deshi Krishti të thot me këto fjalë? Shumica prej nesh nuk e kupton këtë. Nuk është e çuditshme sepse nuk e kanë kuptuar as apostujt. Shën Toma mori gëzim e tha: Zotri, ne s'dim ku po shkon. Si pra mund ta dim udhën? Atëherë Jezusi i u përgjigj: Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon tek Ati pos në për mua. Me këto fjalë Jezusi nikosisht na tregon edhe udhën. Ai vetë është udha. Ai na tregon edhe të vërtetën. Jashtë skemi ku ta kërkojmë të vërtetën, të kuptimin e jetës sonë. Na tregon edhe cakun. Caku dhe kuptimi i jetës sonë toksore është jeta pasosur tek ai, te Ati qellor, e vetë Jezusi është jeta.
Tash na ka mbetur edhe një mister, një fshehësi, se një tjetër pyetje. Kush është Ati i Jezusit? Prandaj Filipi i thot, Zotri, na e dëfto Atin e na mjafton. Jezusi u përgjigj, kush më ka pa mua, e ka pa edhe Atin. Unë jam në Atin, e Ati është në mua. Kush dëshiron të shërboket dhe të fitoj jetën e pasosur, ka vetëm një rrugë, Jezu Krishtin, të krizuar dhe të ngjallur. Të gjithë rrugët e tjera mund të reflektojnë ndonjë rrugë rreze të dritës së Krishtit, por dili së vërtetës është vetëm Jezu Krishti. Krishti është jeta. Të gjithë rrugët tjera janë devijime, rrugë të gabuara. Të gjitha të vërtetat e tjera janë rrena dhe mashtrime. Çdo imagjinat tjetër e një far jete të pasosur është Krishti, është iluzion, që nuk është Krishti është iluzion. Prandaj qëndro besnik ndaj Krishtit. Për ne që besojmë në Krishtin, shkrimi i shenjtë në leximin e dytë të meshës së sotme thot: ju jeni fisi i zgjedhur, meshtari mbretëror, kombi shenjtë, popull që hyë e fitoj për vete. Sa fjalë të bukura. Pikërisht këto fjalë na japin guximin që të luftojmë, që të ecim drejt, që të përparojmë dhe të qëndrojmë deri në fund në këtë udhë që është Krishti, në këtë vërtet, që po ashtu është Krishti dhe të shpresojmë në jetën e pasosur që më në fund prap do të fitojmë vetëm në për Krishtin dhe në Krishtin. Kur Jezusi flet për thirrjen tonë, ai thot: tek ai do të vim dhe tek ai do të banojmë. Çfarë premtimi i madh, çfarë shpresë e gjallë. Ai nuk na lë vetëm. Kur ne jetojmë sipas vullnetit të Tij, ai banon në zemrën tonë. Prania e Zotit nuk është larg, ajo është brenda nesh, pranë çdo mendimi, çdo ëndrre e çdo dëshire të mirë. Në shtëpinë Atit ka shumë banesa, dhe më siguri njëra prej tyre ka edhe emrin tonë. Prandaj nuk është nevoja që të luftojmë për vendin që na takon. Hiu ka bërë gjithçka që të gjejmë hapësirën tonë të sigurt dhe të dashur. Në thellësinë e dashurisë së Tij ka vend për të gjithë, për të rinjt dhe të moshuarit, për të zgjedhurit dhe për ata që ndiken të harruar. Dashuria e Kryet nuk mbaron kurrë, ajo nuk përcaktohet nga meritat tona, por nga zemra e Tij. Sot, Jezusi na fton të shohim qartë kur na premton se në shtëpinë Atit tim je i mirë pritur. Jo vetëm i mirë pritur, por edhe i dashur e i çmuar. Ky është vendi ynë. Ky është strekimi ynë i përjetshëm. Të shkojmë me besim, me gëzim dhe me gëzim shpirtëror. Nuk ka asgjë më të madhe se sa ta dish se dikush të pret me dashuri të pakushtuar. Jezusi thot: unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Jezusi është rruga. Rruga që lidh Zotin me njeriu nuk është as ligj e as një normë e caktuar sjellje. Rruga është një individ. Rruga është vetë Jezu Krishti, biri i Atit Cilodhe, shpëtimtari i botës. Të njohësh rrugën do të thotë ta njohësh Jezusin. Të ndjekësh rrugën do të thotë të qëndrosh pas Tij. Ajo është rruga në kuptimin që ajo është zbulesi i Atit, ajo është rruga nga Zoti për tek njeriu, shpëtimtari i njeriu dhe rruga e njeriu për tek Zoti. Jezusi nuk është një nga rrugët, ajo është rruga,
ajo është e vetmja rrugë. Dëshirojmë që sot, këto dhe tani, ta gjejmë edhe rrugën dhe të ecim në shtegun e saj. Jezusi është e vërteta. Do të njihni të vërtetën dhe vërteta do t'ju çlirojë, premton Jezusi. Pilati pyeti, cila është e vërteta? Jezusi përgjigj, unë jam e vërteta. E vërteta nuk është diçka, ajo është dikush. Jezusi është e vërteta personifikuar. Ai nuk është vetëm mësuesi i së vërtetës, ai është e vërteta. Ata që njohin Jezusin e dinë edhe të vërtetën. Ne sot dhe këto dëshirojmë të dimë vetëm të vërtetën. Dëshirojmë të gjejmë, të ndajmë dhe të ndjekim të vërtetën, pra vetë Jezusin. Jezusi është jeta. Unë kam ardhur që të keni jetë, që ta keni me bollëk, thot Jezusi. Ai është krijuesi, udhëruesi dhe mbështetësi i jetës. Ai është burimi i jetës. Ata që kthehen tek ai hyjnë në jetë, marrin jetën e ushqeken nga jeta. Ata që ndjekin edhe jetojnë sepse Jezusi është vetë jeta. Më ndiqni, thot Jezusi, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Nuk mund të udhtoni pa mua. Pa të vërtetën nuk ka njohuri. Nuk mund të jetoni pa jetë. Unë jam rruga e sigurt. Unë jam e vërteta e pagabushme. Unë jam jeta pasosur. Unë jam rruga me e sakt, e vërteta me e lartë, jeta e vërtet. Këto mendime janë nga Toma Kempenas në veprën Ndiqni Krishtin. Rruga që na çon te Zoti është e vërteta që na çliron dhe jeta që na mundson bashkimin. Kushdo që largohet nga udha nuk e pranon të vërtetën dhe kum jetën, tashmë e ka humën edhe shenjën. Jezusi është udha sepse ai është e vërteta dhe jeta, ai është rruga e vërtetë dhe jeta. Amen. Kjo flevdue Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patet mundësi të ndëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet të së dielës së 5 të Pashkëve cikli A. Me ju ishin Ardita Tafallari, Jehona Gjergjaj, Arbresha Gjokaj. Ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit e dëgjuat nga Dom Frok Zefi. Ju falenderojmë të gjithë dhe për vëmendjen dhe ju dëshirojmë paqen dhe bekimin e Zotit. Qof lëvduar Jezu Krishti.